Mirëmbrëma, nuk e di nëse dikush e ka bërë më parë diçka të tillë, po unë ndjej nevojën, përgjegjësinë dhe detyrimin moral, qytetar dhe intelektual për ta bërë këtë gjë. Ky mesazh shkon për të gjithë kriminalët dhe trafikantët më të njohur të qytetit të Fierit. Prej të paktën 2 dekadash, ju keni arritur jo vetëm të mbijetoni, por dhe të veproni pa shumë pengesa, herë në një mënyrë dhe herë në një tjetër, dhe herën me një qeveri dhe herë me një tjetër. Ndoshta, ndonjërin prej jush e ka gënjur mendja se ndonjë politikan mund t'ju dalë në mbrojtje për shkak të allishverisheve që keni bërë bashk. Jo politikan, qoftë kjo edhe mbështetja juaj më e fundit në Fier Belinda, po ju nuk ka zot që ju shpëton. Nga ky fund nuk kanë shpëtuar as emra si John Gotti, Al Capone, Pablo Escobar, Totorina apo El Chapo Guzman. Kuptojeni vetë tani se sa ju vlen lëkura. Ju jeni disa faqezin që i keni dhënë një emër të keq këtij qyteti dhe kësaj krahine historike, që nuk ka absolutisht asnjë lidhje kulturore apo historike me botën tuaj të llumit. Ju keni rrëmbyer ditën për diell, nga preri i nënës fukaresh vajzën e mitur dhe e keni trafikuar duke detyruar me dhunë të prostituoj rrugëve të Europës. Ju keni marrë më qafë djemë të rinj, duke joshur dhe futur në rrugën tuaj, dhe më pas i keni bërë mish për top, duke shkaktuar lot dhe duke veshur nënat e këtij qyteti me të zeza. Me paratë e fituara nga gjaku i bijve dhe bijave të këtij qyteti, ju keni bërë ndërtime në Fier dhe Gjetk, jeni bërë biznesmen, merrni tendera, koncesione, kontrata nga shteti, bashkia juaj apo kompani të huaja. Më pas, ju u futët në politik dhe Edi Rama, mbështetësi juaj më i madh, ju bëri drejtor institucionesh. Ju dha të drejtën të emëroni drejtor, kryetar bashkish, apo dhe deputet në parlament. Madje, ndonjëri prej jush u vesh edhe me kostumin e deputetit dhe, ashtu, me duar të lyera me gjak fjerakësh, ti faqezi pa turp, shkove të kërkoje vot në familjen e atij djalit të ri që e kishe bërë mish për top, apo asaj vajzës së mitur që e kishe rrëmbyer dhe detyruar të prostituonte rrugëve të Europës. Pavarësisht se çfarë ju premtojnë politikanët aktual, mos bëni gabimin të angazhoheni në këto zgjedhje, sepse kjo vetëm sa do ta rëndonte edhe më tej pozitën tuaj. Unë nuk e di datën e saktë të fundit tuaj zyrtar, por sot, nëpërmjet këtij mesazhi, dua t'ju bëj me dije nga ky shesh se me të marr mandatin në 11 maj, dita tjetër është dita juaj e parë drejt fundit zyrtar, sepse unë u jam betuar fjerakëve në këtë shesh dhe kisha të shkruar edhe në atë stend që ju e rrëmbyet bashkë me Belindën se do ta ndal kriminalizimin në këtë qytet dhe do ta shkatërroj universitetin tuaj të krimit për të ndërtuar institucionin që më përfaqëson mua dhe qytetarët e Fierit, Institutin e Teknologjisë në Fier. Kaq për momentin. Shihemi në punë.